Fermat e zonës së Shamollit kanë mbyllur një sezon të mirë bujqësor, edhe pse moti ka qenë i paqëndrueshëm me periudha të gjata reshish dhe ndryshime të papritura temperaturash, fermerët kanë arritur të sigurojnë prodhimet cilësore në kulturat kryesore si patatja, qepa, misri dhe gruri. Më tepër misër ka qep, patate ka. Pasaj nga këto të rjetë, fasule, jo gjera, kështu. Po kryesorja është patatja, qepa, misri, gruri po e posa është buka. Ka qenë këtë vit prodhimi, ka ecur mirë? Shumë mirë. Edhe qepa, edhe patatja, me gjithë se ishte një kohë temperaturë shumë ashtu në atë kohë, po prodhimi ka qenë shumë mirë. Edhe në grur, edhe në misra po, në qep, në patatet, shumë mirë. Falë përvojës së tyre dhe kujdesit gjatë punimeve në tokë, rendimentet kanë rezultuar të kënaqshme dhe shitjet po ecin mirë në tregjet lokale. Qepa ka përfunduar. Një pakice voglesh, patatën e ka nequr pa tjetër. Misrat po se që shikoni kështu, për shumë të ashtë i fillon i korin e kombajnë. Nuk i korin kështu me kra. Mirë, jo keq. Ju vetë çfarë mbillni? Po unë jam edhe me plak në pako gjë kam. Grur mbill, misër mbill. Fermerët shprehen optimist se me pak më shumë mbështetje dhe kushte më të favorshme atmosferike, sezoni ardhshëm mund të sjellë rezultate edhe më të mira për bujqësinë e zonës. Prodhimet e Shamollit vlerësohen për cilësinë dhe freskinë, duke qenë gjithnjë e më të kërkuara nga konsumatorët e Korçës dhe zonave përreth.